Situata në qarkun e Tiranës po ndryshon me shpejtësi teksa numërimi për listat e hapura të Partisë Demokratike po shkon drejt gjysmës, ku deri tani janë numëruar rreth 50% eksekutive. Ndërkohë që PD ka siguruar 13 mandate, vetëm njëri prej tyre i takon votës preferenciale, dhe ky është kryer në një duel të fortë mes Jorita Tabakut dhe Ilir Ali Mehmetit. Të dhënat më të fundit tregojnë për një përmbysje të situatës, me Jorita Tabakun që aktualisht ka 11.855 vota, duke lënë pas Ilir Ali Mehmetin i cili aktualisht ka 10.858 vota. Diferenca për rreth 1.000 votash ka ndryshuar dinamikën e garës, duke vendosur Tabakun në prag të rikthimit në kuvend përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve. Kjo garë ka ngjallur interes të madh, pasi të dy emrat u lanë jashtë listës së mbyllur të 12 kandidatëve të përzgjedhur nga Berisha, duke e bërë votën popullore vendimtare për fatin e tyre politik. Tabaku me një profil të konsoliduar teknik dhe parlamentar, duke se po korr frytet e angazhimit të saj ndër vite. Ndërkohë Ali Mehmeti, i njohur për tonin qytetar dhe qëndrimet kritike, vazhdon të gëzojë një mbështetje të gjerë, por në këtë fazë mbetet pas. Me numërimin që po shkon drejt 50% eksekutive, gara mbetet ende e hapur, por aktualisht balanca anon qarta si nga Tabaku, një rezultat që jo vetëm përcakton një mandat, por edhe drejtimin që demokratët duhet i japin të ardhmes së tyre politike.